Në kuadër të ditës botërore të kafshëve, përpara godinës së Bashkisë Shkodër u zhvillua një panajir i veçantë kushtuar kujdesit dhe dashurisë ndaj kafshëve. Qëllimi i panajirit është rritja e ndërgjegjësimit për mirëqenien e kafshëve, nxitja e adoptimit të qenve e maceve të braktisura, si dhe bashkëpunimi i komunitetit për të ndihmuar kafshët pas tre. Mesazh sensibilizimi për të ndihmuar kafshët, për të pasur një bashkëpunim mes të gjithë aktorëve, në cilën përfshihen klinikat, shoqatat, bashkia pa diskutim që është udhëheqëse e kësaj pjese. Sipas Malaj, synimi është që përmes bashkëpunimit të përbashkët të mund të menaxhohet më mirë numri i qenve ndatsak dhe të ofrohen kushte më të mira për ta. Kjo është qëllimi, që të arrijmë të menaxhojmë situatën e qenve ndatsak në qytet. Për këtë janë tashmë 2 streha dhe është në proces drejt fillimit streha e tretë, e cila do të jetë një ndihmë shumë e madhe, sepse përveç faktit që është një strehës, është edhe klinika e trajtimit veterinar për punën e qenve. Një mesazh u dha dhe nga vullnetarët që kujdesen për kafshët e ndatsake, për ndërgjegjësimin dhe trajtimin e tyre me kujdes. I bëj thirrje të gjithëve, të kushtojnë pak minuta kohë për jetës tyne, të vinë t'japin një përkthjellje, një përkushtim, sepse jeta tyne ndryshon. I ftoj gjithë, në vend të dhuratave që t'ju bajnë fëmijëve telefonat, dhurojnë një qen. Streha jonë ka të tillë. Në këtë aktivitet morën pjesë institucione publike, organizata të mbrojtjes së kafshëve, veterinar, biznese të produkteve ushqimore dhe pajisjeve për kafshë shtëpiake, si dhe qytetar. Kjo nis me Ull Hoq nga Bashkia e Shkodrës.